Përshëndetje dhe mirë se vini në Mestri. Ja ku takohemi dhe sot së bashku me energjinë më të mirë të mundshme. Jam e sigurt që sot kemi më shumë shikues përpara ekranit të vogël, por një arsye shumë të thjeshtë, sepse kemi të bëjmë me një pushim zyrtar dhe gjejmë rastin nga zemra të themi kujdo që e feston. Të festë të bekuar për shpirtin, gëzuar Kurban Bajrami, në fakt Tirana është zgjuar në ihonën e lutjeve sot dhe me shpirt urojmë që për çdo që na ndjek të ketë edhe mundësinë që të plotësohet çdo dëshirë për të dashurit e tyre, për njerëzit që kanë pranë zemrës edhe të kenë veç bekim. Mirëmëngjes Urian. Pas një ditë të mbar dhe urojmë shumë që edhe ti të kesh një festë të gëzuar për ty dhe familjen tënde. Faleminderit shumë Alma, faleminderit shumë. Uroj shumë të jetë një ditë fantastike për të gjithë, por më lejo t'i them gjithë besimtarëve musliman, sepse di që në çdo familje muslimane në këtë vend sot ka shumë fest. Uroj shumë mbi të gjitha të jeni pranë njëri tjetrit dhe familja madhe të mblidhet bashkë. Perëndia ju ambush zemrat plot dashuri, begati, prosperitet dhe të mira. Qofshi shëndet plot dhe qofshi të fortë për të përballuar gjithë shka jeta ka rezervuar për secilin prej nesh. Ditë them që sot është ditë shumë e veçantë, ndryshe për gjithë besimtarët musliman, edhe atmosfera ndjehet në çdo qoshe, s'po them në çdo rrugicë, sepse ajo është evidente, pushim zyrtar dhe mendoj që të gjithë janë me familjet e tyre, gjë që në fakt nuk duhet të ndodhë edhe për festa, urojmë shumë të kthehet pjesë e përditshmërisë sonë. E dim që vrulli jetës nganjëherë na rrëmben, por ajo çfarë është më rëndësishme është familja. Na lejoni të nisim kështu me dritën, me një urim nga zemra. Sot do gatuajmë, sot do kënaqemi, sot do flasim për fermën VIP, sot do marrim këshilla për shëndetin, sot do marrim shembuj, sepse janë të rinjt ata që her pas here na surprizojnë dhe na tregojnë se sa potencial kanë dhe potenciali tyre sigurisht vjen nga arsimi dhe lehtësimi. Mirë. Presim të zonjën e shtëpisë, po me shumë dashuri, zonjën Florencë. Mirëmëngjes. E ke vënë sa është rritur nga mbrëm sot? Mirëmëngjes të gjithëve. Sa jam rritur? Jo e kam me mua. Alma po, edhe mu duke më gjatë se Syriani. Janë thjesht takat, se ndodh, nuk Jam ndodh. akoma disa centim se e sheh aty, disa centim më i gjatë, por prap goxha afër ka ardhur. Mua nga larg më duke se sikur ishte Alma pak më e gjatë. Tani është çështje perspektive të optik. Po ti heqi ato takat, ke shumë të drejtë, ke shumë të drejtë Syrian. Por gjatësia juaj është shumë e lotshme për mua. Kjo vijon vetë një problem. Vazhdon po. Florencë ka thënë që në sezonin e ardhshëm do kërkoj një rritje rrote. Mësuesi e face yogas, pra yogas së fytyrës, na kanë thënë që duhet të puthim qiellin, është një teknikë domethënë. Koka lart. Që të zgjatemi. Jo që të zgjatemi, që të heqim të gushën e dytë. Gushën e dytë. Bëheni ju të rinë se ne derman s'kemi le të ngrimë të dytë. Ti s'ke gusht të dytë. Se për ditë është e bleve këllat. Kjo të që ke pasur shumë dashuri në jetë, Florencë. Ikim të këndyrës që sot gjithë kuzhina mban emrin Ola. Do gatuajmë një recetë e cila bazën e ka tek pastat e cilësisë italiane, por nuk e shqiptar. Ola, ne kemi folur gjatë për këtë pastë e cila vjen në trajtën më të mirë të mundshme, sjell përvojën italiane, nuk shkoni në Venecia, por mund ta shijoni një pastë të mirë italiane, duke shkuar në marketin më të afërt dhe duke zgjedhur Ola. Gjithë cilësitë, siç di vetëm Florenca, do i shpjegoj ajo në vijim, kështu që unë nuk dua të shtoj më përpara mjeshtres. Të lutem, na tregohet, merre pastën. Thjesht unë do bëj përzgjedhjen e pastës, siç bëj gjithmonë. Edhe pas gjithë puna është, po do duhet shkoj atje përpara. Të shkosh përpara. Po do duhet shkoj atje përpara se nuk mundem dot prej aty të ka pastën që dua të zgjedh. Dhe e di çfarë do zgjedh sot, do zgjedh pastën penne rigate. Të lutem, prezantoja kamerave, të lutem. Pra, pastat Ola kanë disa tipare kryesore që me siguri edhe Syriani dhe Florenca do t'u shpjegojnë, siç është edhe ndërtimi i formës së pastës nga pllakat e bronzta, gjithashtu nga ana tjetër ngjyra e bardhë tregon që kemi të bëjmë me një përzgjedhje grurit shumë të mirë dhe cilësor, dhe mbi të gjitha kemi një pastë e cila sigurohet që ta mbaj salcën, stomo salcën që ka zgjedhur Florenca sot. Detajet e tjera i kam me vrap tek ata dy sepse po mori malli. Faleminderit shumë. Sa të shkon nga i këndi. Sa herë të flasim për pastën Ola, unë po sigurohem të dalë aty para dhe të bëhem një vajzë promocioni me shumë kënaqësi. Të lutem. Po pse mos dalesh moj vajzë me gjitha të shtatë të bukur që ke ti, edhe me gjitha të ëmbëlsi që flet, të dalesh atje këtu, gjithandej ke vetëm bukurin. Faleminderit shumë.
pastat rigatoni, ashtu si që tha dhe Alma, me qënë se e kanë atë vrimën pak të madhe, kompleta jo salca që do përgatisun, do qëndroj brënda dhe do kemi shije fantastike. Dhe para se të filloj gatimin, dua t'ju them anvisave të gjithë ju që jeni besimtar musliman gëzuar Kurban Bajram. Të lumë të gojë. Dhe me qënë se sot kam zgjedhur një recetë jo shumë festive, por që është e këndshme, çdo tryez do ta kishte nderin, ta kishte aty. Unë kam përgatitur në një pëlsirë, një pëlsirë jashtë recetës dhe jashtë planit. Do bëj kek të vegjël, ja ku i kam bërgati atje, do t'i fusim në furrë dhe do t'i pjekim, i kam bërë me pistakja. Wow. 3, 2, 1, pastat janë gati. Jo të gjithë Për zonja Florenca. e kanë mundësin të hajnë 2 receta. Jo të gjithë e kanë mundësin se Florenca me të drejtë tha që nuk është një recetë festive, po mos harrojmë që shumë të drejtë Florenca për një arsye shumë thjesht. Jo të gjithë do munden sot që të shtrojnë një drek të plot me gjitha ato gatime tradicionale, se shumë prej besimtarve janë dhe në vendin e tyre të punës. Edhe këtu në Mesdrit ne kemi shumë prej pjesëtarëve të stafit që janë besimtarë të devotshëm, por nuk do munden ndoshta të shtrojnë atë drekën tipike. Për këtë gjë na vjen vërtet shumë keq, po e dim që e bëni punën me shumë dashuri dhe menjëherë do përfitoni nga koha për të shkuar në shtëpi dhe për të gatuar diçka të shpejtë. Nëse duhet diçka e shpejtë, mund të jetë edhe kjo pasta që Florenca ka zgjedhur për ne. Me salmon. Me salmon dhe pro natyra. Pa merak se do të kemi mundësi menjëherë të tregojmë publikut se çfarë na duhet për të realizuar pasta që Florenca ka zgjedhur sot për ne. Me ndihmën e regjisë shfaqim grafikën dhe aty janë të listuara një për një të gjitha nevojat tona. Pasta ola me salmon dhe për t'i përgatitur na duhen një pako pasta ola, 200 gram salmoni tymosur, 30 gram djath parmigiano, 100 gram domate të vogla, pak kaperi, orzilok, krip, 50 gram gjalp dhe pak vaj ulliri. Dhe kështu realizojmë pasta tona. Pasta në fakt si reset nuk janë asnjë recet shumë e komplikuar dhe vështirë. Sekreti që ndron tek salsa, tek teknika, tek disa element që duhet të dinë të gjithë përpara se të nisim të gatuajmë pasta. Por nuk është një recet që merr shumë kohë. Ja, do e shihni vetë, besoj brenda minutazh do kemi mundësi ta mbarojmë recetën sot. Atëherë, kam vendosur në tenxhere ujin për të zjerë me pak krip, hodhëm pastat që zgjodhi Alma dhe në tigan kam gjalpin. Aty do të kaloj pak nga pak salmonin, dhe pastaj do të shtoj domatet, por nuk do të lë salmonin të gatuhet në mënyrë maksimale. Jo, pak fare. Pak fare, sepse ky lloj salmoni që kemi marrë ne të paketuar te pronatyra, konsumohet edhe ashtu, sepse është i tymosur. Kështu që, ndërkohë që Alma do t'i ndaj në dysh këtë, edhe e bën me hidhi atje, ndaj në dysh dhe hidhi atje. Se e ke të bardhë vetën sot, ki kujdes, domate shpërthejnë, ti e di, janë perime kokfort. Jo, kjo është më mirë. Kjo është tika ime. E ruaj e më qef atje se nuk dua të më shdirë. Mos ta marrë asë kushti këtë vogël të rozë të Florencës. Jo për të marrë, po për të humbur. Mos të humbas, pra. Mos të humbas. Sepse kemi shumë të mpretë si që jemi vetë. Po. Ja, Florenca nga nga tjetër, po coptoj pak salmonin, mund coptojt dhe me duarë, sepse është aq i hollë, ata mjeshtrat e kam prerë aq të hollë, sa nga ndonjëherë mund të shojmë dhe për tej. Ky salmoni është shumë i shijshëm, sepse në fakt sa herë bëjmë pazare tek Pro Natyra me Almën, sigurohemi që të bëjmë pazare edhe për shtëpitë tona respektive dhe dim të themi që është vërtet salmon i cilësisë së parë. Nga ai peshk që vjen nga Norvegjia, ne dim që është veriu i Europës, vendet nordike, vendet që shquhen për kultivimin e salmonit. Dhe ne kemi mundësinë përmes supermarketeve shqiptare Pro Natyra ta kemi pjesë edhe të tryezave tona. Është shumë i shijshëm, mund të bësh një schiacciata me të, mund të bësh një panine me të, mund marrësh një focaccia dhe ta mbushësh, mund ta bësh pjesë të pastave, mund ta bësh pjesë të shumë recetave dhe unë dhe Alma her pas here diskutojmë se çfarë gatuam dje, jo po mbrëm, jo po, dhe her pas here gatuam dhe salmon. Dhe në fakt mund t'ja themi dhe publikut, në mos gaboj, është paketimi 200 gram tek Pro Natyra, i cili kushton te 450 lekë. Ai që është me i vogli.
Ai që është më i Atëherë vogël, po ka 550 lekë 200 gram, 150 gram është 450. Ka dhe një tjetër që është pak më i madh. Pak më i madh dhe kushton aty gati te 900 ca lekë. Tani, për të gjithë ata të cilët mbase nga puna apo nxitimi nuk e kanë bërë pazarin e tyre të Pronatyra, duhet të nxitojnë sepse ofertat kanë qenë fantastike për festën e Kurban Bajramit. Dhe mendoj që ju ka dhënë kohë të gjithëve për të përfituar nga këto oferta. Mos harrojmë se që ka festa Pronatyra shkon pranë familjes, kështu që kushdo që ende nuk e ka bërë pazarin për drekën, darkën e ditës së sotshme, mjafton të gjej Pronatyrën më të afërt sepse çmimet ishin konkurruese, nga produktet e djathtit tek prosciuta dhe gjithçka tjetër që i duhet familjes deri tek detergjentët. Më besoni, ofertat ishin vërtet tunduese. Unë dhe Suriani sot do përfitojmë nga kjo dhe me siguri, siç edhe ai e tha, do shkojmë dhe do bëjmë pazaret tona respektive sigurisht edhe për studion e Mesdrit. Por më besoni që ndonjëherë duke gjuajtur në thonjë za këto ditët festive, bëni pazarin edhe të muajit me këtë rast edhe i keni marrë festat me vete në shtëpi. Ja, Alba. Doja ta thoja, çfarë kemi në Shumë mirë bërë, sepse shfrytëzoj ndërkohë edhe kohën televizive dhe vizitoj Instagramin e Pronatyrës dhe ja, një pulë e plot përpjekje italiane 499 lekë kilogrami nga 683, gjalpi me 279 lekë, lëngjit e fruta me 175 lekë, ndërkohë kemi frutat e thata kikirik me 165 lekë, kemi vajulliri me 589 lekë, kemi shumë opsione dhe birra për ata të cilët ndoshta janë çik pjedashës dhe e shijojnë. Mund të bëni një vizitë në faqen zyrtare të Instagramit apo në website-in e Pronatyrës dhe aty mund të gjeni ofertat më të mira. Çmimet janë shumë tunduese dhe ky promocion, kjo ofertë e Pronatyrës kanë nisur që me datë 23 maj dhe zgjat deri në datën 31 maj për gjithë ata që edhe mund i kenë blerë më herë gjatë e Kurban Bajramit, por ka nevojë të bëjnë blerje për pjesën tjetër të javës apo të muajit. Pronatyra. Do më ndihmosh? Faleminderit shumë për gjithë informacionin. Të lutem, detyra ime. Do me një letër të lutem për duar, duke qenë se mbaruan punë me pomodorinit. Kush lë ty pa letër, o princesh. I lezetin kësaj recete. Oj, mban mend princeshën e famshme. Atë ditë nuk i kanë kujtime shumë të mira, kështu që ndrofja. Nuk e di pse sot ke predispozita të larta që të përsërisë historinë e rënies. Duke filluar që nga takat. Nga takat, jo duke filluar, fillon dhe mbaron tek takat. Po di për lezeti që në videon time të rënies, takat ishin diku tek 3 cm të larta. Sot janë 8 cm të larta, kështu që më besoni, më shpejt rrëzohem me ato që janë më afër tokës se sa me ato të larta. Historia, kanë thënë, ka një tendencë për përsëritur vetën, urojmë shumë të mos faktën brenda njëjti sezon televiziv. Tani, një gjë që më pëlqen shumë nga tregjet e vogla për të blerë domatet në Shqipëri është sepse gjen mundin e fermerëve të cilët mundohen shumë në fshat dhe kemi thënë që puna është shumë e lodhshme për të mbjell ato perime dhe për të sjellë në qytetin më të afërt dhe për të shitur. Duhet vlerësuar puna e tyre sepse nëse e vini re, domatet e mbjella nga këta fermerët e vegjël që përpiqen me shumë mund, nuk janë më të bukurat, por kanë një aromë shumë të mirë të domates, dhe nga ana tjetër ka një shije fantastike që sa më shumë drejtohemi drejt verës, janë edhe më të pjekura dhe të maturuara tamam. Inserti është për domaten, kthehemi vetëm pas pak. Domatja është një nga perimet më të përdorura në kuzhinë, edhe pse nga ana botanike konsiderohet frut. Ajo ka origjinë nga Amerika e Jugut dhe sot përdoret në pothuajse çdo kuzhinë të botës, në sallata, salca, supa dhe pjata të ndryshme. Domatja është shumë e pasur me vitamina, sidomos vitamin C, vitamin A dhe antioksidantin likopen, i cili i jep ngjyrën e kuqe dhe ndihmon në mbrojtjen e zemrës dhe trupit nga dëmtimet qelizore. Konsumimi i saj lidhet me përmirësimin e shëndetit të lëkurës dhe sistemit imunitar. Ajo mund të konsumohet e freskët ose e gatuar dhe në formë salce është një bazë e rëndësishme në shumë receta mesdhetare. Domatja është e thjeshtë, e shëndetshme dhe shumë e dobishme në dietën e përditshme. Ja ku jemi të tre së bashku. Me qënë se Alma prezentoj domaten
para kohë, duke prezentoj para kohë, në pak, jo, për kundrën, si desha që ta prezenton të Florenca, të lutem, do ma thua që të fjallën. Qërë të themë? Domate për në të folën e tënde. Damote. Po, jo, unë nuk flasë në. Po ma thua, Damote. Damote. Merjau, me gjithë. Ua, Florenca. Kur, nuk flasë. Edi. Që s'kemi bërë fërges verore, ne? Po, asë njerë, do të bojmë. Ua, është fantastike. Me qëfar bëhet? Domate dhe gjithë. Jo, me qëfar bëhet? Me damote dhe gjithë, Merjau. Ua, është një nga tavat e mjetë preferuara, po nuk filloj më të them që kam të preferuar. Sepse unë i bëj. Ti bën, po dhe publiku ka filluar dyshon për nepsin tim. Nuk ka asnjë gjë, jam thjesht duke i kërkuar Florencës gjërat e mira që duam siç ndodhen në shtëpinë tonë. Pa le kur kjo vajzë të rritet kështu pak më tepër. Edhe të na sjellë në jetë një beb. Mos na kesh kjo kemi do asnjë na lajm. mbysi me kërkesa. Inshallah se ka nepsin e madh. Mos arta jo ditë, Arta jo ditë, se ua tregoj unë këtyre të dyve. Shiko, në qoftë që është kaq nepsqare pa asnjë lajm, imagjinoni kur të kemi lajme, por të gjitha në këtë jetë duhen bërë, do i provojmë të këto halle. Jemi të gatshëm dhe të hapur për të vuajtur në këtë fushë. Në qoftë të lajmë lajme të mira. Kësaj recete, mos harrojmë, do t'i shtojmë kaperin. Është një erz aqe mirë që i ngjan atyre lakrave të Bruxellit të vogla, por këto janë mini, edhe kanë një aromë fantastike. Nuk duhet të hedhim shumë, sepse i prishet komplet shia, duhet me një sasi shumë të vogël, dhe kësaj recete që nuk është në listën e përbërzve, kam dhe ullin të zi të prerë. Dhe i shkon jashtë mase, Në këto recete shton nga një gjë. E shtoj. Jo, ka shumë, Florenca në gjithçka ka vendosur në këtë salcë të përgatitur, është gjithçka që i shkon çdo produkti të peshkut. Një kishim edhe ton, kemi edhe... Pak kungull mund të kishim, pak kungull fare. Edhe kungull, po ku ke domatën zakonisht, unë e shioj, në fakt, po kungull të ndarë në fije të holla, vetëm pak për shije dhe aromë. Kungull me këto përbërësit e tjerë, po jo me domate. Jo me domate. Do e frullojmë në fund, do e bluajmë? Jo, ja këshu do qëndroj, tani do të hedh djathim parmexhane, do lë pak për pjatën që do servirim. Do marim pak ujë nga uji makarona. Ky është sekreti i famshëm, miq. Ta dini gjithmonë. Shumë veta ujin e pastave e përdorin dhe për supra. Ka plot njerëz që e bëjnë. Është shumë i mirë, po kujdes të dinë se sa krip kanë hedhur, se nga ndonjëherë hedhi më shumë dhe nuk na bën mirë ke supa ajo kripa. Ja e përziem tani, Alma, ma sill qik pjatën e thellë që do hedhi makarona? Pjatën e thellë, me njëherë, më pëlqen shumë kjo pjata, është nga to pjatat elegante të restorantit që pjatat është hedhë më shumë. Po, nga i kanë dhuruar atë pjatën. Fantastike, faleminderit shumë, Florenca. Tani. Kujdes, tambaj. Është goxha e madhe në fakt. Në këtë rast makaronat nuk do t'i kulloj, do t'i hedhim këtu kështu. Përdorim edhe pak ujë bie. Ajtë sa mbetet kur i shtojmë një nga një. Po, Florenca shumë herë për pasta 10 gjysmore. Florenca, po jo. Do hajmë tikë. Ti do na bësh të hajmë dregën që tani. E po hajmë, s'ka në një gjë aman, se nuk është e përcaktuar. Njeriu haj kur doj, si doj, qarë doj. Lëri ato receta duen, sepse na duhet që të kemi diskutime me ndimet ndryshme, por që hamordial si të hahet, kur të hahet, si të duash ti. Rëndësishme është të hamë në çdo orar dhe mos të pim në çdo orar. Dhe duhet të hamë atëherë kur na hahet. Absolutisht që po. Dhe këto pastat do t'i fshehim diku, si prallë me pirat dikur në Vision Plus. Mos kujto se do të lëm pa pasta. Dhe ju nuk do t'a gjeni thesarin tim asnjëherë të pjatë pastash. Fantastike. Këto janë disa lloje. Kjo forma që është kështu e prerë pak pjertas, edhe që është pak më shkurtër, është më mirë se ajo e gjata. Ja do të shtoj edhe pak para. Si? Rigati. Si tashun rigatone. Rigatone, kushurire. Rigatone. Pra, kjo është kushuriri i parritur, i vockël. Është i vockël. Përsa rigatone janë kushuriri i madh. Po. Mirë, dakor. Ma krasim i lezetshëm, praktik. Ta mbyll pak të unë tani. Ta fikim fare.
E fikim fare komplet. E fikim fare. Fike. Ah, moj Florenca që na bëre. Pak pipera. Salmon për mua dhe Albën? Po jam e Selmoni është Tjetër. Jo, nuk ka tjetër. Ka mbarove të gjithin. Ka më se Florenca... 2 fije ishin ore Syrian qapreti. Po ti Syrian mund të hash krap, ti Syrian mund të hash koran, ti Syrian mund të hash belushk, mund të hash të produkte tona shqiptare. Gjithë shka mund të hash. Por shkon nga juglindja në veri, bën mirë që vish me ndonjë gjë me veten. Florenca me dashurin dhe mjeshtrin e saj, gjithë shka ha. I sjell. Silli. Kujdes kur shkoni në restorante, sepse mund gatroni belushkën me koranin, edhe ka edhe nga ata që tregtojnë që manipulojnë, që ta shesin belushkën për koran. Turp ju vi. Se edhe ne që simi nga Pogradeci, e dinë tani se si dallohet belushka. Një shprehje e popullit që thot ta shesin, si është, ma kujto pak. Ta shesin sapunin për djathtë. Bravo, bravo, toke të spambinte. E kisha të ngecur, bravo. Që i duan shumë, se janë njerëzit më të ëmbël, nuk e di, janë njerëz fantastik. Janë, edhe gatuaj në mënyrë të shkëlqyer. Janë shumë të mirë, Pogradecare. Kemi shumë dashuri, si për atë qytet edhe si për ata njerëz, po disa aty ta shesin belushkën për Koran, po ne nuk gënjehemi. Unë si ai që do ta konsumoj këtë pjatë. Ashtu, a? Pikë mëngjesit. Pikë mëngjesit do ta bëj natë. Edhe deri në darkë nuk do ta marr uria. Florenca. A ta vendosim në emrin sot? Po, vendosim. Kemi një ide shumë interesante, sepse dikush në staf, kur lindi, vendosin një emër të bukur. A mund ta themi bashkë në qoftë se... Do ta themi bashkë. Po një zëri? Se kam përshtypjen mendojmë njëjtën gjë. Po, 3 shkronja, 4 shkronja ka emri. Po, bukur. 3, 2, 1. Do ta quajmë Arti! Arti, po është ai zotëria që neve na ndihmon që zëri ynë të shkojë deri në skajnë më të largët të shqiptarëve, jo Shqipërisë. E di, mu dëgjua se Arti. Arti. Me të. Jo, me të, është art. Atë emër do e vendosim një ditë tjetër kur vishëm i bukur. Absolutisht. Dhe sot nuk jam veshur bukur e nuk po guxoj ta bëj domethënë. Mirë. Të marr pak një kartopicet, pastroj pak të pjatën. Ta pastrosh Florenca, ndërkohë që siguri do shkoj sot tek Arti dhe pjesa tjetër e pastave. Ju a thash do fshihet si ai thesari tek prallëve pirat diku në këtë studio. Asa bukur, ne do ikim dhe dini ç'do bëj Florenca kur ne të ikim. Do t'ju ëmbëlsoj se do bëj gati disa... Parë do bësh disa? Kek të vegjël. Ja ku i kam gati. E pe brumin. E pe brumin është gati, fura është gati, forma... Po t'i shohi publiku. Kështu që meri pak format t'i shohi publiku. Meri t'i shohi pak publiku. Format. Vetëm format. Vetëm format? Po forma keku jo? Po, t'i shohi pak publiku, t'jemi transparent. Publiku nga kamera lartë. E sheh? Edhe kjo zemra këtu, këtë e forma. Atë zemrën po e bëj për këto 2 zemrat. Në dysh, e dini jo? E di, qarë bënë për Syria, po si shkundet, ajo është me mjell. E sigur që është mjell? Mjell është, mjell, se qa kërkon të tjetë? Është 27, sheqer. Se pashë edhe një lajnë, sot, lajnë kronike të Vision Plus, arrestohet në flagrant, shtetas, me inicialet fërë. Nuk të dhja që ka mjell, nuk e dhja. Mjell është mjellola. Po mjellola, s'ka gjë. Mjellola. Uasa në mu bëm sot, ta mamë si për festa që gatuajmë dhe mbushet tavolina plot, bollëk, rëmuje madhe. Bukur. Mirë, unë mendoj që është momenti që në këto qaste të shkojmë tek horoskopi ditor dhe të kuptojmë se çfarë ka rezervuar ysia për secilin prej nesh. Sigurisht. Besoj dhe jam deri diku i sigurt, shumë koshient që sot është një ditë e mirë për të gjithë ne. Absolutisht. Horoskopi ditor. Pastaj kemi pak reklama dhe pastaj patjetër do flasim për Fermën VIP. Qëndroni me ne.